për pjesëmarrjen tuaj në këtë tubim paqësor. Po ju them se jo pa qëllim dhe jo rastësisht u mblodhëm para këtij monumenti gjigant. Këtij monumenti që simbolizon gjakun e qindra bijve dhe bijave të Labërisë, përpjekjen e popullit të lumit të Vlorës, e cila nuk u pajtua asnjëherë t'i nënshtrohesh njërit prej armiqve më të tërbuar të të gjitha kohrave atij nazi fashist. Pikërisht për këtë erdhëm dhe ne këtu, për të mbrojtur të drejtat tona të cilat janë shkelur hapur. Dua ta theksoj përsëri sot në këtë takim përfaqësuesi i legjislativit, i cili foli me pa pik turpi, me pa pik sedre shqiptari, me pa pik burërie, që foli në emër të gjithë të popullit duke u shprehur që me kërkesë të popullit të lumit të Vlorës shkojmë dhe bashkohemi me Vlorën. Po nuk e di ku e gjeti këtë të drejtë ky përfaqësuesi i këtij parlamentit. Unë kam qenë jam biri i Selenicës dhe ndjej veten krenar kur shikoj nga të vetmi deputet në legjislativ, vetëm qarku i Vlorës ka njerëzit më të ndershëm, më punëtor, më të besës. Dhe nuk i kemi parë një në parlament as të shajnë, as të bëjnë ngrushte. I kemi parë vetëm nga deputet të tjerë. Dhe sinqerisht u a them hapur këtu. Duhet jemi krenar për deputet të cilët janë treguar gjithmonë rigoroz, të ndershëm dhe kanë përfaqësuar mirë komunitetin e tyre. Ndaj këtot nga ky shesh i cili në atë tabelën e madhe të gjakut të derdhur nga ky popull, emblemën kryesore e mban Labëria. Prandaj po i them politikanit, kjo është Labëria që ka sakrifikuar tërë kokën. Kjo është Selenica, e cila ka punuar dhe punon për t'i dhënë sa më shumë ekonomisë shqiptare. Nuk mund të shuhet Bashkia e Selenicës me një të rënd të lapsit, ose me një gomë, me një fshirje të një gomës. Sepse ka identitet, ka tradita, kultura, ka histori, vëllezër. Ndaj u mblodhëm sot. U mblodhëm për t'i thënë qeverisë, për t'i thënë kryeministrit Shqipërisë Edi Rama, nuk mund ta shuash këtë bashki. Le t'i mësohemi më tepër problemit, kujt problem? Jo vetëm numrit të bashkive, apo zmadhimit të bashkive. Por unë do të thosha, përse nuk bën pyetje vetes zoti kryeministër? Ore, ku kam gabuar që ky popull po reagon? Ku kam gabuar? Mos vallë qeverisja ka gabuar me atë qeverisjen vendore, ajo qendrore me këtë vendore, sepse ne kemi ratifikuar Konventën Europiane të vetë qeverisjes. Po ne mbështetemi mbi ligjet që ka kushtetuta, mbi normat e saj. Mirë bëjmë, nuk themi. Dhe ato do t'i ndjekim. Po ne kemi tona, ligjet tonat. Ligjet ndër më të mira që ka Europa. Se fundit, ata të cilët i kanë vërë, mbi ato janë mbështetur. Problemi është i zbatimi i tyre, si zbatohen. Atëre duhet ndalen të pushteti vendor. Përse duhet të therasi mendjes qeveria? T'i japi autonomi, t'i japi decentralizim. Ne po i mbledhim, po i centralizojmë në dorë të një personit. Si mund të gjykohet, si mund të zgjidhet problemi i 47 fshatrave? Ne jemi me këtë bashki dhe ende nuk kemi shkelur zonat më të larta. Të udhëtosh në këtë bashki i nderuar përfaqësuesi legjislativit që përfaqëson qarkun e Vlorës, po jo me tagrën të flasësh në emër të saj, duhet një muaj të tërë dhe me thas me bukë në krah ta lëvizësh. Ti po ja bashkon Vlorës. Si mo ja bashkon Vlorësi? Vlora është 600 ca kilometër katror, plus 562 që është Selenica, po bëhet dy fish, 2 herë. Vlora nuk lan do talet e saj me ndërju të më fali motrat, se sa të japi kontribut për bashkinë e Selenicës. Nuk është në gjendje ta zgjidhë. Prandaj duhet ta kundërshtojmë hapur vëllezër. Të gjithë duhet jemi bashkë, të lëmon bindjet ato partijake. Lëre majtas djata, sot na bashkon interes, kjo nuk quhet vetëm interes lokal, por dhe kombëtar, sepse Vlora ka vendosur fatet e Shqipërisë në çdo periudhë, në çdo situatë gjithmonë Vlorës i referohen. Kur trëmen në Tiranë,
vizë barkojnë këtu të bujar lëska në Trashovic. Pse? Se të dridhen, kanë frika ndej. Se bujari është ai që i shpëton, ashtu si kundur, sinqerisht po them, sa herë kemi trokitur tek ai, po ashtu si kundur kemi trokitur edhe te deputet hyjnë zonës, e kanë hapur zëmrën dhe kanë ndihmuar shumë njerëz hallexhinj. Prandaj unë sinqerisht po them hapur të gjithë. Deputetët e Vlorës kanë qenë dhe janë njerëz të ndershëm. Le të marrim mësim ata deputetë e tjerë. Dhe i falenderoj që kanë ardhur të shesh për ta mbështetur këtë protestë të shoqërisë civile. Ju lutem ti respektojmë këto rregullat, sepse nuk shohim as majtas as djathtas. Është problem për të gjithë. Bashkia e Senicës duhet të ekzistojë, nga sipërfaqja që mbulon, duhet të ketë brenda saj tre bashki, nga sipërfaqja që ka. Po lëre siç është të paktën. Lëre sepse e ke izoluar, i ke marrë frymën kësaj bashkie. Në fund të diskutimeve, gjithkush prej jush ka të drejtë të thotë mendimin e tij, por do të lutesha, le ta lëm politikën sot. Le të kërkojmë se ku çalon kjo punë, cila është arsyeja, cila është misioni i tyre i shpërbërjes së këtyre bashkive. Le të kenë kurajë të thonë gabimi është hyni. Se qeverinë vendores ne i kërkojmë se s'punon. Po si do punosh? Ditë të bëj petulla, nëna thosh nëna ime është shkret, po s'pati vajin, po s'pati brumi, po atë mjellin, si mund të bëhet? Edhe bashkit me ato pak të mbledhura që arrin, kërkon të investojnë në për zonat. Po janë 47 fshatra vëllezër. 47 fshatra që për 35 vjet, për mos thënë që nga 45-a nuk kanë parë asfalt me sy. Po pse nuk kemi të drejtë fëmijët tanë të shkelin asfalt? Nuk kanë të drejtë fëmijët tanë të kenë një këndloje? Nuk kanë të drejtë fëmijët tanë të kenë një park ku mund të lozin? Nuk kanë të drejtë fëmijët tanë të kenë një qendër kompjuteri? Po i merojmë fëmijët në për qendra të tillë dhe s'kan ku të shkojnë. Bredhin në rrugë. Lëre se bashkia filloi të bëjë disa investime. Ti po e pengon, ti po i vure thikën mbrapa shpine. Prandaj korrigjohu kryeministër dhe nuk duhet ta kalosh këtë draft. Prandaj ju drejtojmë të gjithë deputetët të qarkut Vlorës. Abandonojeni, mos e firmosni. Mos e firmosni këtë vendim. Këtë projekt vendimi i cili do të shkojë në parlament të paraqitet. Sot pas tone të buta. Pse tone të buta? Tone të buta sepse po e shikojnë që populli po reagon dhe reagon me të drejtë. Kërkojmë të drejta tona të cilat na janë shkelur, na kanë futur fytin, shkelmi në fyt. Dhe nuk po na lënë të marrim frymë. Ndaj ju lutem deputet na dëgjoni dhe miqësisht transmetojeni njëri tjetrit të mos firmoset, të abandonohet, të largoheni nga i parlament. Selenica e meriton të jetë bashki. E meriton vëllezër se ka identitet, ka histori, ka ekonomi, ka resurse. Është një ndër bashkit që raditet e 7-a mos gabohet 8-a në Republikë. Çfarë kërkon? Çfarë kritere kërkon? Kritere vërtet saktuar nga Bashkimi Evropian, po kemi kritere tona vëllezër. Kritere tona të cilat ne i realizojmë, i kemi të realizueshme të gjitha. Performancë pozitive. Investimet po shkelen në çdo fshat. Dhe kjo është punë e mirë e nisur. Po vajtë me Vlorën nuk kam për të shkelur asnjëherë në për këto fshatra. Ndaj duhet ta mbrojmë vëllezër. Si mund t'i themi që kjo është e drejta? Dhe kjo veprim që bën çon ujë atje ku nuk duhet. Për çka kërkon ti të heq llabërin ta çosh në Vlorë? Vëllezër, po e dini që në këtë bashki ku ne jemi gjithë bashkë, janë 8000 frym vlehër, të cilët tër jetën po u them, kanë kontribuar, kanë dhënë jetën për këtë tokë, por nuk kanë folur ndonjëherë me këtë frym. Nuk kanë folur. Nuk them të mohojmë të drejtën e pakicave, përkundrazi, i kemi respektuar dhe duhet t'i respektojmë. Por ti mos puno me dy standarde. Atje ku ti intereson, pavarësisht se nuk plotson as sipërfaqen, as numrin e popullsisë, as resurset ekonomike, as të gjitha. Si vetë e lëfti bashkia atë. Dhe heq një zonë e cila është nga sipërfaqja, sa është Saranda dhe gjithë bashkimet e tjera që ka. Sa është Vlora. Por pra këtu ka një qëllim. Dhe këtë ne duhet ta zbulojmë se çfarë fshihet. Çfarë pluri kërkojnë të hedhin kësaj bashkie. E lini morë. E lini njerëzit të marrin frymë. Boll me centralizime, do të shkojmë
drejt centralizimit, të japim autonomi pushteteve vendore. Dhe kjo na shërben për të gjithë. Kjo u shërben të dyja krave, të mëdha politike. Se ato të voglat nuk arrin do të marrin dot pushtet. Po dy krahët të mëdha politike të punojnë të marrin atij që i takon të marrin pushtetin. Por sot jemi për të qëllim ta mbrojmë që Selenica të ekzistojë bashki. Ju falenderoj edhe një herë. Mirëmbrëma e përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj njëri që jemi këtu gjithë së bashku këtu sot për të bërë një zë i fortë kundër kësaj padrejësie më të madhe që bëhet sot kësaj bashkie. Arsye për të protestuar ka pas shumë qindra dhe mirë arsye. Po arsye si kjo madhore është e para herë që ndodh në territorin e kësaj bashkie. Të shkrisë sot Bashkinë Selenicë, them sinqerisht, është një mëkat i më i madh që u bë këtyre banorëve. Unë flas këtu si me statusin e banorit të kësaj zone, që jetoj, punoj në këtë sipërfaqe të kësaj bashkie, aktualisht jetoj në Sevastel, po dhe me eksperiencën që kam në drejtimin e pushtetit lokal. Një arsye të vetme, them sinqerisht, kam dhe një arsye të vetme të thotë që kjo bashki shkrihet apo bashkohet me Vlorën vetëm për një arsye. Kurse qindra dhe mijëra arsye ka që kjo bashki duhet të jetë siç ka qenë. Të drejtosh dhe të punosh në bashkinë e Selenicës, burra, është shumë e vështirë. Bashkia e Selenicës të lodh. Mua si ish kryetar, si kryetari i parë i kësaj bashkie, me sinqeritet do të them dikush edhe mund të qesh, dikush mund të thotë diçka. Mua më ka lodhur. Më ka lodhur jashtëzakonisht shumë në jetën time. Sepse u bë një reformë e madhe drastike në 2014, në gjë që ne kundërshtuam. Atë reformë, po absolutisht ngeli dhe unë them që inshallah ngelet kjo bashki dhe nëse neve do të dim të bashkohemi, të ngrejmë zërin fond kundër kësaj padrejësie, ta kundërshtojmë dhe në fund fare ndoshta dhe mund ta pengojmë dhe duke lobuar, po nuk është që s'është në po vendos Zoti këtë. Këtë po vendosim neve. Këtë e vendosën deputetët e Parlamentit Shqiptar. Këtu e vendosën deputetët e Vlorës. Patjetër që deputetët e opozitës janë shprehur kundra kësaj reforme, kundra këtij projekti që ka vajtur atje. Po unë them që vetë deputetët e Partisë Socialiste të bëhen njës, të jenë njëzor, ka marrë votat nga kjo bashkë, ka marrë votat lumë burrë dhe. I ka marrë 4 herë, 5 herë ka votuar këta banorë. Po pse një herë është etike, është e qëndësishme, është qetësore burrë dhe. Nuk mund të marrë shërbim, po a them, nuk mund të marrë shërbim as sinësor, as në sasi, as në kohën e dur nga Bashkia e Vlorës. Jo se kemi ndonjë gjë se kemi me Bashkinë e Vlorës, sepse atje jemi, atje jetojmë. Nuk mundet të shërbejë. Është e vështirë, po them. Është e pamundur, po. Është e pamundur që të punosh. Pa thjesht të dalësh edhe të tundesh, të thosh që unë jam kryetari i bashkie, po kjo po bëhet. Po që të vishe të shërbesh në komunitet nuk mundesh, nuk mundet. Është shumë e lodhshme. Është e pamundur, po. Andeja, dhe këtej kemi vështirësi të dhura. Dhe unë dhe të tjerë që kanë ardhur mbas mua, kanë pasur të kemë vështirësi për të shërbyer. Po mundet i bën domosdoshmë, mund të ketë kohë një kryetar i Bashkisë Vlorës të shikoj dhe për vaditjen e shkollës, dhe për problemet e kanalet, dhe për problemet e tjera që mund të jetë kjo zonë. Klasin nuk mundur. Atë pse do ta bësh? Për çfarë arsye do ta bësh? Po edhe po zbatosh kriteret. Nuk kemi ndonjë gjë absolutisht me Sarandën. Delvina është ajo që është, ka një emër, e tjera. Po çfarë kriteres janë zbatuar për të bërë të gjë? Kriteri i sipërfaqes absolutisht jemi ndër 20 bashki në Shqipëri nga sipërfaqja. Po duhet marrë dhe shkallën e vështirësisë, po edhe nga popullsia, po edhe nga problematika që ka. Sa më shumë problematika të ketë, aq më afër komuniteti duhet të jesh për të zgjidhur këto. Aq më afër hallet dhe problemet duhet të jesh. Nuk se jemi tu thjesht për politikë për kundërshtuar Edi Ramën. Absolutisht fare me Edi Ramën kemi çfarë kemi ato probleme që ka sepse vetë ka krijuar, po këtu jemi vetëm për këtë gjë. Jemi për të thënë ndal sa gjë po i bëj sa bashkia. Sepse shkon ndesh interesa e kësaj bashkie. Nuk dua të përmendem ato të tjera çfarë është bërë, çfarë ka bërë. Jemi deri bëre çfarë le, lëre këtu ku jemi tash. Lej këta njerëz të punojnë dhe të jetojnë këtu me hallë midis hallë dhe probleme të tyre. Mos vazhdo akoma hallë dhe probleme që kanë. Se boll hallë dhe probleme kanë fermerët, blegtorët, biznesi i kësaj zone. Ka shumë. Ka shumë që kjo qeveri s'arriti si gjithë ato. Dhe pse ka 13 vjet në pushtet. Ju falenderoj, pa nuk dua të zgjas më. Unë do ta përqendroj diskutimin tim kryesisht me mënyrën se si bëhen reformat. Që një reformë të jetë e suksesshme, duhet patjetër të jetë objekt diskutimi me
komunitetin dhe me të gjitha burimet intelektuale që ka ky komunitet. Jo kjo vetëm kjo reformë, por dhe reformat e tjera, po nuk u bën kështu do të dështojnë. Ne kemi patur rezerva dhe rrëdhën e parë se si e bën reformën, sepse nuk u bë asnjë konsultim, nuk u pyet askush, kemi pat brejtje dhe s'na dëgjuan. Sot duan ta ribëjnë. Kjo do të thotë se e kanë bërë keq. E kanë bërë keq. Por ti që e ke bërë keq, nuk e ke të drejtën ta bësh vetëm. Ti që e ke bërë keq, duhet të marrësh një konsensus më të gjerë, me njerëz më të ditur, me popullin dhe pastaj le ta caktoj vetë populli se si do. Unë nuk jam për bashki të stërmëdha, nuk di shumë, por nuk jam. Sepse dhe ne kopet kur i mbam pak më të vogla se na humbasin. Ka nge ajo që ka marrë 10% të votave në vrorë të vinë na shohin brandaj se çfarë hallësh kemi? Prandaj, unë jam kundër kësaj reforme, unë jam kundër kësaj ndarje, sepse përderisa e ke bërë një herë gabim, është njësoj sikur ti mua më bën një shtëpi si usta që je, dhe ma bën gabim, nuk të marr më. Nuk të më marrë se mbije shtëpia mua. Prandaj duhet këtë reformë ta kundërshtojmë fort, ta bëjnë sipas procedurës që ka gjithë bota. Komunitet, autonomi. Dhe atëherë gjithë gjërat ecin. Resurse ka, sepse nuk ka pse të gjitha ndërmarrjet i mban Tirana, ose na e ka quar në Fier. E plotë oguroret, e ku ti unë, po të jenë kurimi i komunitetit, ne kemi mundësi të ta menaxhojmë dhe ta ndërtojmë rrugën. Po dhe zyra pse duhet bëjmë ditë për ditë? I bëm tha. Rushe kumulla. Prandaj, unë dua që mos flas bitua për ne. Mos flas bitua për ne. Bitua të vej e të na dëgjoj ne. E ka edhe parimet e Komitetit Evropian kështu janë, që ata duhet konsultohen me publikun, do t'i gjojnë gjërat dhe pasaj edhe referendum po që nevoja. Ju faleminderit. E mi njohur profesor doktor Arben Malaj. Lutem profesor, kemi nevojë për disa fjalë nga ana juaj. Shumë faleminderit dhe besoj që bujari më mirë kupton. Se në shtëpinë respektohet më mirë miku. E para dhe gjitha ju falenderoj nga zemra të gjithëve dhe uroj që të gjithë të proces, që nuk është proces i vështirë, por nuk është proces i pamundur, harroni çdo ndarje. Jeni të gjithë së bashku dhe forca rritet. Dhe patjetër kjo reformë, unë e them, jam socialist, por nuk jam kurrë i lindas, veproj si pavarur, kjo reformë në thelb ka atë që Rama dhe Balla ka përsëritur. Në zgjedhjet e tjera do t'i fitojmë të 61 bashkit. Tani i bie 46. Sa më shumë rritet numri i votuesve në një bashkësi të re, aq më e vështirë bëhet për konkurrentët e tjerë fitoria. Pra nuk është reformë territoriale në thelb. E para, e dyta, që është më kryesore, nuk ka decentralizim, ka centralizim. Fatkeqësisht, Shqipëria po shkon drejt një mbretërie kryeministrore. Të gjitha shërbimet e bashkive, të gjitha mundësit për të rritur kompetencat e bashkive, të gjitha mundësit për të zgjedhur ata që doni ju dhe jo ata që i zgjedh ai dhe pushon. Vetëm me 3 kryetar bashkie që i ka zgjedhur, 2 prej tyre i ka promovuar, me të gjithë me 3 kryetarë të Bashkisë së Vlorës ka hapur debat dhe ka bërë presion për t'i shkarkuar. Foto reformatori i madh i reformës që ka fjetur me $900 në një hotel në një natë, Balla flër me 3.000, ndërsa Rama merr avion sikur është mbreti Bruhenit ose i Arabisë Saudite. Ka humbur përgjegjësia sociale. Do apo s'do Rama të gjitha protestat dhe të gjitha mediat ndërkombëtare janë totalisht të unifikuara që fitili u ndes në Zvërnec me mënyrën barbare e trajtimit të pronarit vërtet. Por të gjitha protestat që duhet të kthehen mundësisht sa më shpejt në një mosbindje civile janë për shkak të varfërisë në rritje. Modeli ekonomik i Ramës është Shqipëria e shtrenjtë, shqiptarët të varfër. Kështu që unifikoni në këtë reformë, në këtë qëndrim, gjoni dashamirësinë dhe patjetër do arrijmë më të mirën. Të gjithë do të luftojmë në mënyrë publike, por më shumë se ne do të luftojnë të gjithë deputetët e Vlorës. Ta lënë përkatësinë partijake. Në çdo parlament të botës, kur ka probleme vendore, deputetët zhvishen nga përkatësia partijake dhe i shërbejnë atyre që votojnë.
Faleminderit shumë dhe qëndroni së bashku. Faleminderit profesor. Të ndaj disa fjalë me ne, disa mendimet, të cilët na shërbejnë në vazhdimsinë e punës sonë. Zoti Leskaj. Edhe unë do përpiqem të përcjell një mesazh, do përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe të respektoj ato vijat e bardha që vendosi Ilia, se Ilia edhe vin, edhe kërkon mbështetjen qytetare, kërkon mbështetjen nga gjithë me të drejtë, me shumë të drejtë dhe për të gjithë, po edhe thot mos bëni politik. Tani është një poezi e Gjevair Spaiut, vija të bardha para, vija të bardha prapa, vija të bardha majtas, vija të bardha djathtas, vija të bardha manxit jetën. Edhe kjo punë të dashur vëllezër dhe motra, banor fisnik të Selenicës, të Lumit të Vlorës dhe të njësive administrative që përfshin Bashkia Selenicë dhe jo vetëm. Është një situatë e vështirë dhe është një situatë që të gjithë ne duhet të jemi të kthjellët. Duhet të jemi të kthjellët dhe çdo ditë në këto ditë dhe muaj të vështira me këtë sekt në pushtet, pavarësisht përkatësive partijake që kemi, t'i bëjmë pyetje vetes, çfarë kontribova, çfarë shërbeva për Shqipërinë. Dhe Shqipëria është gjëja më e madhe që kemi ne shqiptarët. Atë dheu është me madhja, ama atë dheu për ne është Selenica, është Labëria, është Drashovica, është Sevasteri. Atë dheu jemi ne, banorët e Selenicës, dhe jemi ne të gjithë, janë bashkë fshatarët tanë, janë bashkë qytetarët tanë, janë të gjithë ata miq e shok të afërm tanë, pavarësisht janë të majtë apo janë të djathtë, që në këto vite të vështira kanë zgjedhur dhe zgjedhin ta ndërtojnë jetën e tyre në Labëri, në Bashkinë e Selenicës, por edhe ata që largohen në emigrim t'i mbajnë të lidhur mendjen, zemrën, syt dhe investimet e tyre në këtë zonë. Të dashur vëllezër, unë këtu jam në fshatin e babait tim dhe kuptohet do flas shumë hapur. Duhet jemi të kthjellët, duhet ta kuptojmë që kjo është pjesë e asaj politike qëllimkeqe të madhe që ka Rama për shpopullimin e vendit. Reforma e vitit 2014 ishte e domosdoshme, por jo mënyra se si u krye, jo mënyra si u implementua dhe për më tepër filozofia që u implementua në këto 12 vite. Në vend që kjo reformë të shkonte më afër qytetarëve, u largua nga qytetarët. Në vend që pushteti të decentralizoi, pushteti vendor, pushteti u centralizua. Në vend që qytetarët ta ndjenin veten më të lirë, më të dashur, më të afërt në shërbime, ndaj pushtetarët lokal, ata u ndjen më të largët. Dhe shembujt ne i kemi në qarkun e Vlorës. Kemi shembujt banorët e Novoselës, të ish komunës Qëndër, njësia administrative Qëndër, banorët e Orikumit Sesi, duke u bashkuar me Vlorën, nga këta banorë, nga këta qytetarë, u larguan shërbimet bazike. Dhe në këto zona, që tash më quhen zona rurale të Bashkisë Vlorë, nuk ka më shërbime, ka shërbime të dobta, shikohet e mungesa e furnizimit me ujë, me energji elektrike, probleme të tjera. Vlora nuk është vetëm lungomarja. Vlora nuk është vetëm pllaka betoni të shtruara, që dhe këtu dhe në këto investime është vendima e besë dhe janë dhe abuzimet e paskrupullta të këtij sekti në qeverisje. Por Vlora është kudo në Labëri, kudo në çdo njësi administrative të Vlorës dhe të Selenicës. Dhe pikërisht tu është detyra jonë e madhe patriotike. Ne ta kuptojmë që kjo është pjesë e një politike antikombëtare për shpopullim dhe prandaj kundër kësaj politike duhet të kundërvihemi të gjithë, pavarësisht nëse jemi demokrat, ballist, socialist, komunist, legalist e të tjera. Të gjithë duhet të jemi të fokusuar. Kjo është kryefjala, kjo është kryeçështja dhe këtë ne në rast se vazhdojmë me këto protesta të organizuara nga shoqëria civile, shumë mirë,
shumë mirë, nuk ka pse të marri atë flamurin asnjë parti politike. Dhe të gjithë ne përfaqësuesit e partive politike të jemi të kujdesshëm në mesazhet që përcjellim tek banorët e Selenicës. Nuk është koha për të bërë politik partijake, të dashur vëllezër, por është koha për një politik kombëtare. Është koha për një politik kombëtare. Duhet ta kuptojmë thellësisht këtë. Duhet ta kuptojmë në do frazoj një shprehje, duhet ta kuptojmë në mënyrën tonë, në mënyrën labërishte. Në mënyrën labërishte. Ne duhet ta kuptojmë, duhet ta kuptojmë që në rast se ne nuk i dalim sot Selenicës, fshatrave të lumit të Vlorës, nuk i dalim sot me qëndrimet tona, me veprimet tona, atëherë ne i bëjmë një dëm të madh historisë dhe zhvillimit të Shqipërisë edhe të Labërisë. Ne kemi një variant që kemi paraqitur si Parti Demokratike, dhe këtu përsëri mos u shqetësoj Ilia, nuk do ta kaloj atë, në shtimin dhe ku kërkojmë shtimin e numrit të bashkive nga 61 në 100. Dhe në qarkun e Vlorës e kemi lançuar, e kemi përcjell edhe përpara 2 viteve. Ne kërkojmë shtimin e bashkive të Amantjas, të Novoselës, të Orikumit dhe të Ksamilit, krahas bashkive ekzistuese të Selenicës, Vlorës dhe Imarës. Janë këto 2 variante që duhet t'i peshojnë qytetarët. Janë këto 2 variante që qytetarët duhet të vendosin vullën e tyre. Por e theksoj, kurse si vëllezër mos bini pre, pavarësisht e fjalëve të bukura, pavarësisht e pseudo-argumentave të kësaj pseudo-reforme që mund të japin emisar të kësaj stëmajte, që vetëm e majt nuk është, në bisedat të ndryshme që ky numër 41 rregullon gjendjen. Vetëm gjendjen nuk rregullon. Nuk është një reformë thjesht territoriale kjo. Ai po punon për një art elektorale. Nuk është thjesht një art elektorale. Është një art që godet të ardhmen e Shqipërisë, duke goditur, duke shumëzuar me zero, duke minimizuar të shkuarën, të kaluarën tonë të lavdishme. Ilia besoj është i kënaqur që unë i ruajta ato kufit, vijat e bardha. Ne do kemi rast, do diskutojmë, do protestojmë, do kuvëndojmë me njëri tjetrin, në traditat më të mira të Labërisë. Pasi ne të gjithë kërkojmë integrimin e Europë. Kemi 35 vjet, por nuk është kusht, përkundrazi, integrimi në Europë kërkon bashki të forta, kërkon bashki solide, kërkon bashki me rënj, kur thot populli, të cilat të gjitha janë të orientuar në atë frymën europianiste. Dhe këto bashki, që unë uroj të jenë 100, mund të jenë dhe 80, si do të vendoset nga kuvendi, do forcojnë shtatin e Shqipërisë. Dhe forcimi i shtatit të Shqipërisë, krahas forcimi i shtatit të Kosovës, forcojnë kombin shqiptar në rajon. Kjo është detyra jonë e madhe patriotike të dashur vëllezër. Ju falemderit dhe do shikohemi patjetër në takime në të tjera, në workshope, në kuvende të tilla ku ne politikanët do ruajmë atë kuotën siç duhet në të përcjell mesazhet dhe unë kam besim që deputetët e Partisë Socialiste do din të kapin atë momentin që Shqipëria është mbi partin. Shqipëria është mbi partin, qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste. Dhe Labëria, Selenica, Labëria, pa diskutim janë mbi PS-n. PS-ja i ka patur dhe i ka borxhe Labërisë. Ashtu si dhe PD-ja i ka borxhe. Të gjithë ne ju kemi borxhe, juve të dashur motra dhe vëllezër. Faleminderit. Të falenderojmë zoti përfaqësues i parlamentit për respektimin e vijave të bardha, por unë do të thosha, ashtu si dikur ju, i nderuar ujër, respektuat dhe vlerësuat plot dignitet zotin Vullnet atje në parlament, kur ai kishte nevojë për votën tuaj, ju shkelet mbi bindjet tuaja politike dhe ja dat votën. Bët mirë, bët kaq mirë sa janë të rrallë njerëz të tillë. Kërkojmë nga juve që ju të realizoni të kundërtën. Zoti Vullnet kësaj radhe të japi votën për të mbrojtur bashkinë e Selenicës.
Martin Luther King thoshte, errësira asnjëherë nuk mund të largojë errësirën. Drita e largon errësirën. Prandaj vëllezër, të gjithë bashkë të mundim errësirën dhe këtij populli t'i japim dritë. Ju lutem, me që po errësohet, të lexoj pak peticionin, pastaj kush të dojë le të flasi. Nuk keni të penguar. Ta lexojmë peticionin të cilin ja kemi dërguar kryeministrit të Shqipërisë për dieni të gjitha ambasadave të cilat ndodhen në Shqipëri, kryetarit parlamentit, kryetarit të grupeve parlamentare, me shqetësimin që ka sot Bashkia e Selenicës. Ju lutem më dëgjoni dy fjalë. Kërkesë për rishikimin e vendimit për shkrirjen e Bashkisë Selenicë dhe ruajtjen e saj si një njësi e vetë qeverisjes vendore. Ne banorët e 47 fshatrave dhe qytetit Selenicës ju drejtohemi me këtë peticion për të shprehur kundërshtimin tonë ndaj projektit për shkrirjen e Bashkisë Selenicë dhe bashkimin e saj me Bashkinë e Vlorës. Kjo kërkesë nuk buron nga interesat politike, por nga dëshira për të mbrojtur identitetin, historinë, zhvillimin dhe të ardhmen e komunitetit tonë. Bashkia e Selenicës plotëson një sër kriteresh që justifikojnë vazhdimsinë e saj si një qeverisje vendore. Së pari, Selenica përfaqëson një komunitet të konsoliduar me qytet dhe me 47 fshatra të saj, me një popullsi që ka ndërtuar ndër vite institucione, shërbime dhe një identitet të përbashkët. Së dyti, historia e Selenicës është një pasuri kombëtare. Qyteti ynë njihet për minjerën historike të bitumit, një nga më të veçantat në Europë, për kontributin në ekonominë shqiptare dhe për rolin e banorëve të saj në ngjarjet historike të vendit. Së treti, Bashkia e Selenicës ka treguar performancë në administrimin vendor, duke ofruar shërbime për qytetarët dhe duke zhvilluar projektet në funksionim të komunitetit. Çdo vlerësim duhet të mbështetet në tregues objektiv dhe të matshëm. Së katërti, Selenica gëzon një identitet të veçantë kulturor. Traditat, këngët labe, folklori, zakonet dhe trashëgimia shpirtërore përbën një vlerë që duhet të ruhet dhe të zhvillohet, jo të zbehet nga një organizim administrativ që nuk pasqyron këtë identitet. Së pesti, në territorin e Bashkisë Selenicës jeton një komunitet i rëndësishëm etnik vllak, arumun, ashtu si kundër e një kushtetuta e Shqipërisë, i cili prej brezash ka ruajtur gjukën, kulturën dhe traditat e veta. Ruajtja një administrimi vendor pranë këtij komuniteti ndihmon në mbrojtje dhe promovimin e këtij diversiteti kulturor që është pasuri e gjithë Shqipërisë. Ne besojmë se çdo reformë territoriale duhet të ndërtohet mbi dialogun me qytetarët, dëgjimi i zërit të komuniteteve dhe respektimin e historisë, identitetit dhe interesit publik. Për këtë arsye kërkojmë rishikimin e vendimit për shkrirjen e Bashkisë Selenicës, zhvillimin e një procesi të hapur konsultimi me banorët e 47 fshatrave dhe me qytetin e Selenicës, vlerësimin objektiv të të gjitha kritereve historike, demografike, ekonomike, kulturore dhe administrative përpara marrjes së çdo vendimi përfundimtar. Ruajtjen e Bashkisë Selenicës si një njësi e vetë qeverisjes vendore në respekt të interesit komunitetit që përfaqëson. Zoti kryeministër, përfaqësues i parlamentit, kryetar të grupeve parlamentare, përfaqësues të diplomacisë të mbar botës që shkelin në territorin e Shqipërisë. Historia na mëson se institucionet forcojnë kur dëgjohen qytetarët. Ne kërkojmë që zëri i banorëve të Selenicës të dëgjohet dhe të merret në konsiderat me seriozitet. Me besim se do të tregoni vullnetin për dialog dhe drejtësi institucional, presim rishikimin e këtij vendimi. Me respekt, banorët e qytetit Selenicës dhe të 47 fshatrave të Bashkisë Selenicës. Ky është pra peticioni i cili çdo qytetar do ta firmosë. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam një banor i zonës, po në letra jam banor i zonës. Jam nga Mavrova dhe kam ardhur me pushime, tani jam 2-3 ditë në ikje dhe sa po dëgjova thash, ore, po kaluam 37 vjetë, po lere, hajde, çdo bëjon, po hajde më lere, po hajde më iku kjo, iku ajo, iku kjo. Ne duhet kuptojmë në radhë parë,
rreth parë, që vetëm pjesëmarrja është një hap goxha i madh, pjesëmarrja. Ne duhet fillojmë të marrim pjesë në çdo gjë që na përket. Tani, jemi këtu, jemi mbledhur, e unë bëj të gjithë parafolësit, e të më falni se ndoshta ka shumë para mua, po doja mos të tikja, duke qenë që do iki, doja të thoshja fjalën time. Tani, po themi mos këtu, mos atje, mos të zëmlëgoj atë. Përveç pjesëmarrjes, ne duhet vrasim frikën, sepse duke vrar frikën, duke kërkuar një të drejtën tonë, nuk bëjmë asnjë lloj krimi, sepse edhe nëse ne kritikojmë një emër këtu, apo dy, ne kritikojmë emrin publik, jo emrin personal. Kështu që nuk duhet të kemi frikë. Që do të thotë, tani këtu, ne jemi të gjithë ka ardhur një pjesë mendoj një e pa kënaqur nga e majta dhe një pjesë e djathtë. Që do të thotë, tani ne kur zgjidhet një kryetar bashkie, një deputet, nuk përfaqëson vetëm ata që kanë votuar, përfaqëson të gjithë popullin. Ku janë këta tani? Ku janë? Unë nuk shoh asnjë këtu. Nuk shoh asnjë. Pra, do të thotë që nëse ne mendojmë që kërkojmë një të drejtë tonë legjitime këtu, do të thotë që ky zotëria që na përfaqëson këta, ku janë? A janë me ne? Nuk janë sot. Atëherë, kthehemi mbas. Çfarë kemi bërë kur kemi votuar këta zotëri? Prandaj, ne duhet të reflektojmë. Nuk duhet të ecim më mbas flamurit të kuq, flamurit blu, jeshile të gjitha. Ne duhet të ecim mbas atij që na shërben, sepse ky zotëri që vjen këtu, nuk e marrin për të bukur ne, se ka plot burra këtu. Me laf, këti zotëri stuj pret fjala gur, e marrim se të shërbej. Pra këta nuk kanë kuptuar që kur zgjidhen, duhet shërbejnë. Po më e keqja është që ne nuk kemi kuptuar që i rizgjedhim. Po boll, mjaft, sepse po duket këtu, sikur po kërkojmë mëshirë, a marrën a lek bashkin këtu. Bashkia duhet qëndrojë këtu, sepse thjesht reaksioni parë është demografik. Ikin njerëzit, largohen. Siç po ikin edhe me këtë bashki. Po unë do hyja pak më thellë, edhe më falni nëse zgjatem, nëse unë do të kisha dëshirë këtu që përveç figurave këtu që janë, themi, historike me në karrierë, këtu duhet dalin çuna të rinj që jetojnë këtu, djem përfaqësues popullsisë, sepse kjo çështje e përket atyre. Nuk u përket thjesht atyre që janë angazhuar politikisht të gjitha. Duhet dalin këta. Tani, i kthem çështjes, e kemi bashkin këtu, do protestojmë fort, dhe mbajmë këtu. Çfarë shërbimesh na jep, zotëri? Çfarë shërbim? Sepse unë po shikoj këtu që atëherë na bie që ku do veti paguajmë taksat në Selenis. Po kush vetëm Vlorë. Pra është bërë kjo bashkia thjesht një kas. Ajo kas e vogël ku edhe ato që hedhim ne nuk janë mjaftueshme. E thonë, po çfarë do bëjmë thotë kryetari i bashkisë? Pra, ne duhet të vëmë gishtin përveç ta mbajmë këtë bashkinë këtu, qëllimi i cili është jemi sot këtu. Ne duhet të shërbimi o vlezër, o motra, o popull lab. Ne duhem të shërbimi që të vem tek dera këtje. Një zotërim thosh për janë 300 veta atje punojnë s'po u shkri ku do vej. Unë mendoj që shumë gabim mendoj për 300 punojnës. Sepse ne kemi, nuk e di sa mira janë popullsi këtu. Ne duhet mendoj për popullsinë e gjerë, për atë s'ka të paguaj dritat. Ujnë, paguajnë ujë që nuk i vete ujë. Prandaj, mendoj, ndoshta flas shumë, kjo është çështja që na ka sjellë sot këtu ne, po ne duhet të përqendrohemi tek individi, mos të shohim ngjyrën, po të shohim këtë do zgjedhim. Atë, çfarë karriere ka? Një gjë tjetër, duhet kemi alternativë. Ne nuk mund të çojmë një dollap këtu, një dollap këtu, dollap blu e dollap i kuq. E them këtë kemi. Po pse o zotëri të bëjnë pyetje, pa të kam njojtur nëpërmjet rrjeteve sociale. Pse nuk merr guximin të kandidosh me vëlla? Këtu duhen njerëz me cilësi, njerëz të kuptojnë, të shërbejnë. Jo të vej se avi pësët unë. Edhe ngrihet, se unë kam pasur rastin një personalisht kryetarin e bashkisë, edhe deputetin, ngrihen e vinë vetë për të bërë një fotografi në flamur. Bëmë rrugën e Mavrovës e bëmë shpeza tona 85%, na dha vetëm transportin. Dhe atë u të roqë në laf. Jo po ne s'kemi, jo po kemi, jo po ashtu. Pra, ne nuk duhet me gjithë respektin unë ndaj personin publik na personi fizik. Janë dy gjëra ndryshme, të kuptoj. Kush do mos kuptoj. Ne kur shohim këta njerëz që të njëjtët, e vinë e pinë kafe në Rakis, po është miku të krushkës së hallës,
po boll më burr. Po mendoni për fëmijët tuaj. Unë që flas këtu, jam 30 vjet në emigrim. Jetoj në Mavrov, vi si turist vi për ndjenja se ka jam lindur, rritur aty për shpirt të plakut e gjithëve. Por ju që jetoni këtu, boll me këtë duke ndënjur në lokal e duke dhënë votën dëfrimit sepse është mirë boll. Po për veten tuaj burrë, për veten tuaj. Prandaj duhet të nxirrni një alternativë që një person është i pastër, vetëm të jemi të mangët mos japin votën, e të japin në majtë e djathit. Po që i pastër ky person, do shërbej më shumë. Tani mos të zgjatemi. Tani kam parë që ai ka blerë makinën 80.000 euro. Nuk na intereson fali kjo shpesë, mund të jetë edhe irrizorje. Po 80.000 euro, e dish do thot apo jo? 80.000 euro do thot që të marrësh, të vësh, nëse si asfalton rrugë, të vësh një person, vetëm ti mirë mbaj këto për 10 vjet. Ti mirë mbaj valla, mos ketë gropa. Tani, për çfarë duhet kjo makinë? E kthej prap. Keq menaxhimi bëhet nga individ të gabuar. Dhe individ të gabuar i zgjedhim ne me dëshirën tonë, me mos të menduar, me mos të bërë analizën. Prandaj nuk dua zgjatem, duhet të them që është e rëndësishme pjesëmarrja, është e rëndësishme dhe këtu mendoj që edhe ora po vona gjitha po përveç figurave, duhet të dalin çuna të rinj që të thotë të drejtën, të thotë hallin ku e ka, ku i ngjes çarrën ngosht, që s'ka ku të punoj, s'ka ujë, s'ka drita, s'ka rrugë, s'ka drejtësi, s'ka spital. To janë çështjet. Pastaj bashkia na intereson, por është e kot të kemi bashki pa shërbim. Që duam? Të kemi emër. Këtu na mungon edhe grupet polifonike. Ja fuzin një këngë tani si doni. Një lavë këtu se fshati Drashovicës është fshat me traditë, ka grupin me stadion. E improvizoni një sekondë që ja marrin një lavë këtu, fest edhe lemo zot rroj. Ku fshati Drashovicës na qind çatra turistike. Pa rrugë kalot më tan. Turpi botës, ka bërë urën vodista gëzojnë e gjitha, sepse çdo fshat e meriton, po fshat një histori. Ku e urën aty? Bie ura poshtë. Më falni nëse u zgjata, më falni. Bëni pjesëmarrje pa anshme. Më falni, nëse u zgjata. Prandaj u mblodhëm dhe paraforsi folja ashtu si që ndjehu në shpirt, por unë do të thosha, i kërkojmë qeverisë të jap autonomi pushtetit vendor. Sepse pushteti vendor kollondriset vetëm me ato taksat që mbledh. Ky është gabimi më i pafalshëm. Të gjitha janë qendrëzuar atje në qendër dhe bashkia kollondrisu me ato që ke thot. Prandaj nuk vjen shërbimi atje ku duhet. Mes nesh kemi një rebele, unë kështu e kam qetur gjithkohën, përfaqësuese në shoqërinë civile, e cila prej shumë vitesh ka kontribuar në mbrojtjen e të drejtave, atje ku ligjet janë shkelur. Lena Qejvani. Përshëndetje të gjithëve, e falenderoj Ilian që më thiri emrin këtu, po unë do ta nis nga ajo parulla. Labëria nuk shuhet, Selenica nuk mbyllet. Atëre, pse e nisa nga ajo? Këtu duhet ishte sheshi plot e për plot me lebrit. Jo ka kësa shikoj këtu. Është turpi labëris që sot nuk është këtu. E kemi filluar këtë sulm këtu e 4 vjet, nga mbyllja e lumit Shushica, bashkë me Ilinën dhe shoqërinë tonë. Atere, u bën rruga, na e bën rrugën thanë lebrit. Nuk e bën për ju, ngrihuni dhe mbroni labrin, që mos të shuhet Selenica, mos të shuhet labria. Se shikoj, lumi Shushica e kanë mbytur alga, se t'ka ujë, është bërë jeshil. Prandaj, të mbroj me fanatizëm, pa ngjyra politike. Shqipëria është kuqezi, nuk ka ngjyra të tjera. Bëuni bashkë, blu dhe të kuq. I digjni ato teserat e bluta dhe të kuqe, si që dojgjin në polican. Atere i një lebër, pa ngjyra politike, pa interesa personale. Ashtu si që është dhe Ilia Bombaj, pa interesa mbron Selenicën. Jo pa qëllim e shkojnë Selenicën. Duan të ajapin oligarkët të shfrytëzojnë minierën, këtë ta dini mirë, edhe shumë gjëra të tjera. Këta po e shkatrojnë e shpopulluan Shqipërinë për të prur të tjere emigrant. Le të vinë emigrantës, si që kemi qëndër neve, unë kam qënë 32 vjetë në Greqi. Po Shqipërinë e dua me fanatizëm dhe do të mbrojtë deri në prandaj o pëjthirje të gjithë, sot duhet ishin gjithë deputetët, socialistë dhe
Falemderit që më dëgjuat. Dhe mos ta shuajmë Selenicën. Falemderit. Të bim pajësor, duke ju falenderuar të gjithëve. Do shihemi nëpërmjet rrjeteve sociale dhe do mblidhemi përsëri. Është i dëshpëruar se kjo politik 35 vjeçare nuk ka parë interesat tuaja. Kjo politik 35 vjeçare nuk ka parë interesat e shqiptarëve, ka parë interesat e tyre, të xhepave të tyre, të oligarkëve, edhe tani me sa duket po shikon dhe interesat e të huajve. Një gjë që e shikoj shumë të vështirë është që të mbushësh mendjen moshave të mëdha për këtë gjë. Po ama unë pres nga ju rinia që të vini të bashkoheni me ne për këtë nisëm që kemi nisur për t'i poshtur këta 140 politikan, për t'i zhdukur nga ato vënde, nga ato karige, edhe për të filluar një sistem të ri. Prandaj juftoj që të bashkoheni me ne në protestat e tjera që do kemi në Vlorë, sepse jemi që të gjithë me një qëllim, edhe qëllimi jonë është i vetëm, mos të luftojmë për ngjyrat e partisë, po të luftojmë për ngjyrat e flamurit tonë kuqezi. Po do lëviz of fshat në fshat. Jo, ne vura këtu që vjet. Po valla. Do mi kështu të marrë fshat në fshat. Do të marrë fshat në fshat. Rëndësi ka që kemi. Ore, gjeni sa mini gjithë.